Pikërisht në këtë aks rrugor Shkodër-Hani Hotit ndodhin shpesh aksidente rrugore, duke e kthyer atë një ndër akset më të rrezikshme të qarkut. Shpejtësiat e normave të lejuara, por edhe parakalimet e gabuara bën shkak për aksidentet. Aksi rrugor Shkodër-Hani Hotit vjen të konsiderohet ndër më të rrezikshmit në qarkun e Shkodrës. Në këtë segment regjistrohen shpesh aksidente, si pasojë e shpejtësisë së lartë, parakalimeve të gabuara, por edhe mungesës së kujdesit nga vetë drejtuesit e mjeteve. Një tjetër problematikë është dhe pakujdesia e qytetarëve, sidomos personave që përdorin biçikleta, të cilët shpesh lëvizin pa mas siguri dhe pa respektuar rregullat e qarkullimit, duke rritur rrezikun për ngjarje të rënda. Ky segment, që lidh qytetin e Shkodrës me pikën kufitare të Hanit të Hotit, ka një qarkullim të dendur, duke rritur ndjeshëm rrezikun e përplasjeve, ndërkohë në terren vihet re një prezencë e shtuar e patrullave të policisë rrugore, që po monitorojnë qarkullimin dhe po ndërhyjnë për të parandaluar shkeljet dhe aksidentet në këtë aks të frekuentuar.